që ka vetëm, ja ky, a ke kolega për Gasollit. Po, Shala. Kryeministër, Tauland. 20 vjet jam duke I dhënë lajmet. Që tash ishte brez. Kush kryeministër kryetari? Pret pak tani, se do vi edhe te ti. Jo, Opsionet. Po e baksh drejtori organizacionit. S'kam nevojë, rit. Atë 5 minuta. Marrëveshje. Kryeministër apo kryetar të kovetit, ministër të jashtëm. Kush me kë? Koalicioni bëhet. Po do Ti ke thënë, ka qenë vokal ka qenë avokati, ka thënë nëse nuk e bën koalicionin një parti që I merr, nëse nuk e bën qeveri një parti që I merr 48 deputet atëherë. Konsolacioni e Kosovës. Po, është katastrofë. Është me të vërtetë është skandaloze kjo gjë. Është skandaloze nëse nuk e bën qeverinë. Në konsolacionin e Kosovës pas parasysh që I kemi 20 vende të rezervuara, që sistem parlamentar politik që e kemi. Po. Hajde me kush me kë? 48 deputet I merr. Është me kë? Me kë e bën? Kush? Këta 48 që po thu skandaloze. 48 po, vetëm pak rret. Po më ikon pikë këtyre partive. Jo, bre, kjo logjikë, hiç s'ka. Ke folë më ikon, çfarë kam thonë? Jo, s'ku folë vetë. Nuk e kam as kapacitetin as mandatin, as jam kapacitetin. Okej, vetëm pak, ndale mikrofonin te Riti. Ndale mikrofonin te Riti, hajde ta dëgjojmë hodaj. Dëgja, unë mendoj që kryeministri do të bëhet nga deputetët e Parlamentit të Kosovës, ashtu që këto e zbuluam ujin e nxehtë. Po, ç'është. Dhe realisht normal me 42 partia e parë dhe fituese që ka 42% apo 48 deputet, mendoj që I ka gjasat më të mira të mundshme që asnjë tjetër kursi ka për me bë. Okej. Thash edhe që duhet. Hajde shkojmë në opsionet e eliminimit. VVPDK Jo, mendoj që opsioni I parë është partia e parë me minoritetet edhe këto që janë po me deputet, që janë minoritete dhe ka ai është një listë serbe. Jo është Rashiqi. Rashiqi që mendoj që kjo është mendoj më shumë që kanë zgjedhur në Kosovë është lista serbe është hjek dhe jo hjek, po ju ka hek monopoli. Dhe serbët e Kosovës s'kan votuar më 100% për listën serbe, por rreth 60-70%. Kjo është e mira. Përkundër që veç një deputet e kanë tjetër. Kjo është më e mira mundshme. Okej. Kjo është çështje tjetër, po ne po flasim për matematikë. Po jo bre, kjo matematikë është e lehtë. VV plus deputetët është opsioni I parë. Po deputetët pra që mund të jetë deputet në atë çfarë Sadiku tha ka bllokuar. Ata që rrjedhin pi bllokut, apo. Ata që rrjedhin nga ata që I shtet mallteri pi bllokut. Po, ata që rrjedhin nga bloku që mund ta votojnë. Që është te kaluese kalon, por nuk është e qëndrueshme për arsye sepse deri në president, po prapë nuk është. Mendoj që mundet më bë prapë e njëjta, me vazhdu, LDK mos më votu presidentin, po më nën seanca dhe prapë mos. Ai shkon kjo në interes për zgjedhje lokale vendosjes? Një shumë legjitime, mendoj që 3 parti politike kryesore, legal, kryesore nëse shohin nga këndvështrimi përfitimeve, mund të shohin, mund të shtinë edhe zgjedhjet lokale dhe mund të përfitojnë jashtëzakonisht shumë. Se nëse bëhet, po flasim